politikës zotit Shehu, po kështu edhe Ali Beaj. Kolegët tonë mund të kemi pas rival, mund të ketë marrë dhe vote që i kemi pretendu ne për t'i marrë, i kanë marrë ato, bravo i qoftë, edhe i urojmë punë të barë dhe shpresojmë që do jenë zotë prodhojnë një sinergji më të madhe politike që ta hapin këtë hapësirë, edhe për tjerët. Ky është elementi i vetëm pozitiv i gjithë këtij procesi zgjedhor. Pjesa tjetër, e shikoni vetë, është vazhdim dhe konsolidim i pushtetit i partisë shtet me mjete të reja, sigurisht më moderne, më ashtu, me financa më të mëdhaja. Por kjo është rezultat, ta thash, ne marrim përgjegjësitë tona në këtë mes. Do të flasë dhe zoti Ali Bej. Nuk duhet shtoja asgjë më tepër se çfarë zoti Shehi tha. Fakti është fakt. Rezultati që doli nga kutit, mirë apo keq, ai që doli nga kutit ishte poshtë pritshmërive tona. Dhe ashtu si zoti Shehi, cili nuk ka përgjegjësinë e vetme në këtë rezultat, por secili ka përgjegjësinë, unë bashkë me të, do duhet ta vëmë gjishtin në plak. Ne duhet ta gjejmë, unë dua ta gjej përgjegjësinë së pari tek vetja. Ku them tek vetja, tek hapësia jonë për të përcjell tezat, programin, qëndrimet tona, të cilat u qëndrojnë ende, ishin realiste dhe ishin në të mirë të interesit publik. Çdo qëndrim që mbajtëm në programin tonë. Dështuam si duhet për ta përcjellë tek njerëzit. Dështuam për të ngjallur besim, për të ngjallur shpresë, për të ngjallur entuziazëm. Dhe ky është një fakt të cilën do duhet ta pranojmë, qoftë edhe për të dhënë një shenjë të mirë pozitive politikës shqiptare që kur ka mos sukses, mbahet edhe përgjegjësi. Sigurisht në kjo, do ta bëj qartë që të gjitha defektet zgjedhore të listuara tek raporti paraprak i OSBE-ODIHR qëndrojnë. Administrata e gjithë në fushë vete elektorale për Partinë Socialiste. Para pafund hedhura në fushat. Dhe duhet të them edhe një gjë tjetër që nëse hierarkia e rezultatit të zgjedhjeve ishte ky që ishte, unë nuk kam asnjë drojtë të them që është hierarkia e parave të hedhura në fushat. Jo vetëm ato publike, por mbi gjithë ato të pakontrolluara. Koalicioni ynë ishte me një buxhet nga parat publike thjesht minimal, atë se çfarë LZK-ja kishte trashëguar nga zgjedhjet e mëparshme. Kam thënë edhe para jush ne do donim të tregonim që do jep një shembull ambientit publik shqiptar që bëhet fushat edhe pa financa. Me sa të vërtetë. Sigurisht, angazhimi i krimit ishte fare i qartë. Mjafton të shohësh deformimet e votave që kanë marrë kandidat anonim apo gjysmë anonim të shpërndarë në gjeografinë ku krimi ka vendosur flamurin e vet elektoral dhe s'do shumë për të kuptuar që ky deformim i angazhimit të krimit edhe vetë brenda Partisë Socialiste ka shkaktuar tallaz. Është një provat më flagrante që tregon për përfshirjen e krimit. Media. Do të them përveç mediave që kishin mundësinë për ta aksesuar midjer blokadë. E kuptoj fare mirë që ka ca rregulla në kodin zgjedhor, as ato nuk u respektuan. Ky është një problem jo vetëm për ne, në fakt është për problem për të gjithë ambientin politik shqiptar. Sistemi, e tha pak zoti Shehi, duhet ta them edhe unë. Kemi qenë ne të vetmit të cilët për këtë sistem zgjedhor, kemi thënë që kohë më parë, këtu e një vit më parë në parlament, që me këtë sistem zgjedhor ishte duke ju shitur pushteti përsëri Partisë Socialiste, 12 mandate në tavolinë, treguan saktësisht të njëjtën gjë. Listat e mbyllura. Të paktën ne çam rrugën dhe kemi dekoratën e vogël që çam rrugën juridike për aplikimin e listave të hapura, të cilat u morën edhe nga subjekte të tjera. Ndaj, thënë kjo,
përsëri do duhet të jemi fare të qartë, nuk e kërkojmë fajin tek të tjerë. Akti i parë politik për të quar para një alternativa, por për të ngritur një alternativë tjetër serioze është të shohësh dhe të marrësh përgjegjësinë personale politike. Edhe unë i bashkoj në thirrjes së zotit Shej, lidhur me ata subjekte të tjera, në fakt, të cilët një farë mënyre në udhën e shtruar prej nesh, prej kohësh, për shkak të betejës që ne kemi bërë në parlament këtu e 3 vite më parë përballë së vjetrës, ata që për para, urime atyre, shill thjesht e vetëm miqësore, një bashkim, do të ishte mënyra më e mirë. Me gjithë rëshqësit që do të kenë në parlament apo kudo tjetër. E sigurisht, një fundit, do të falenderoj gjithë ata që na kanë hedhur votën për ne. Njohur, pa njohur, kandidatët tanë, dhe sigurisht edhe qytetarëve shqiptarë, brenda dhe jashtë vendit. Mos u tërhiqni nga politika. Mos e lini Shqipërinë në duart e atyre që e kanë bërë këtë vend pa përfaqësuar, të mbytur në cinizëm dhe të privuar nga shpresa. Vota juaj, zëri juaj, pjesëmarrja juaj janë domosdoshme. Sa për ne si forca politike, për te mbajtjes së përgjegjësisë personale, e besoj do të jemi aty ku nevoja e shqiptarëve do. Mbrojtja e dinjitetit qytetarëve, të gjithë bashku për të ndërtuar një Shqipëri që nuk e përdor demokracinë si fasadë, po si një themel të sardes. Faleminderit.